Është zhvilluar sot në Velipoj për të tretin vit radhës i aktiviteti sportiv dhe përkujtimor Swim to Freedom 2026, një nismë e deputetit Kliti Hoti, e cila synon të sjellë në vëmendje historitë e vajzave dhe djemve që gjatë diktaturës komuniste sfiduan regjimin dhe tentuan të arratiseshin drejt lirisë përmes shtetit. Aktiviteti nisi në orët e para të mëngjesit nga qendra e Velipojës, me pjesëmarrësit që përshkuan me not rreth 4 kilometra në drejtim të derdhjes së Bunës. Atëherë, është viti i tretë që organizohet Swim to Freedom. Ideja është një aktivitet sportiv, po në memorje të atyre djemve dhe të vajzave që sfidun komunizmin. Është kënaqësi për me pas sportista dhe amateur të sportit nga gjithë Shqipëria. Është një gjë shumë e bukur që me vlerësu jo vetëm sot me të ardhmen, por përveç kujtimit të tyre djemve dhe vajzave që kanë ikë atëherë, kena shumë djemve dhe vajza që po ikën edhe sot. Nuk po ikën me det, po ikën me avion. Të shpresojmë që të ndryshojmë me tona mënyrat që këtë djemë këtë vajza të rinë Shqipëri. Deputetja Greta Bardeli vlerësoi rëndësinë e kësaj nisme duke u shprehur se ajo na kthen pas në histori për të kujtuar më mirë se sa e rëndësishme është liria. Unë vlerësoj shumë këtë aktivitet të sotëm, gatishmërinë e gjithë këtyre njerëzve që u solidarizuan, duke na rikthyer edhe një herë mbrapa me kohën dhe duke na bë me kujtu se sa rëndësishme është liria, demokracia dhe fjala e cila duhet të jetë në themelet e asaj që është më rëndësishme në krah të qytetarëve dhe në krah të demokracisë dhe lirisë së fjalës. Pjesa e aktivitetit ishte edhe një prej të mbijetuarve të asaj periudhe, i cili ndau me të pranishmit rrëfimin e tij për vitet e diktaturës. Jo vetëm nga ata, por i mbijetui vetëm nga plumët atyre që nga pristin ne këtu. Ja ku i ke fizikisht, një këtu dhe një në kokë këtu, tej për tej. Falë Zotit jam gjallë, se ka pas dhe mjekësi atërë. Ka pas mjekësi shumë të mirë, unë kam shku një gjendje që s'duhet isha gjallë, edhe i falenderoj mjekët. Ne atëherë na mungonte çdo gjë. Kryesore që na mungonte ishte liria. Swim to Freedom tashmë është kthyer në një aktivitet të përvitshëm në Velipoj, ku përmes sportit përcillet një mesazh për lirinë, sakrificën dhe ekuitetin.